Ditën e shtunë, në fund të javës së parë të muajit dimëror dhjetorit, kanë mjaftuar vetëm pak orë me diell që plazhi i Durrësit të fillojë të mbushet me vizitorë të shumtë. Pas ditëve me shire dhe temperatura të ulta, banorët e zonës kanë qenë të parët që kanë ndier diellin dhe kanë filluar të dalin në bregun e pastruar, ku dielli shijohet më shumë, duke ndier kënaqësi dhe pak nostalgji për ditët e ngrohta të sezonit veror që lanë pas. Pas banorëve që invaduan lokalet në orët të mëngjesit, ku kafeja në mod të mirë, sikur kishte tjetër shije, pasojat e kohës së mirë me diell i reflektoi edhe rruga e plazhit, ku trafiku brenda një kohe të shkurtër u rëndua së tepërmi, saqë ishte vështirë për parkime mjetësh si në ditët e kaluara. Vizitorë nga Tirana, por dhe Kosova, u nisën për të kaluar një fundjavë tjetër në Durrës. Në lokalet, trotuaret dhe bregu që përbënin një ansambël mjedisësh që rrezetonin mikpritje kulturë, kanë vreshuar përfaqësues të gjitha moshave. Janë nisur plot dashuri drejt një plazhi që kurdoheri ka pritur me dashuri. Mjaftuan pak orë me diell dimëror që e transformuan tërësisht plazhin, së bashku me humorin e vizitorëve të shumtë.